Pep Guardiola dhe Cristina Sera japin një shans të dytë martesës së tyre. Pep Guardiola dhe Cristina Sera janë gati të japin një mundësi të dytë martesës së tyre. Kështu ka raportuar El Nacional, teksa shkruan se dyshja e kaluan fundjavën e kaluar në shtëpinë e tyre në Barcelonë. Çifti njoftoi ndarjen në janar dhe besohet se nisën procedurat e divorcit në muajin shkurt, por me sa duket nuk e kanë rimenduar këtë vendim. Cristina Sera, e cila u rikthye në Barcelonë vitin 2019 së bashku me fëmijët për të fokusuar në biznes. Ajo është një sipërmarrëse e suksesshme në fushën e modës. Nga ana tjetër, Guardiola qëndroi në Manchester, ku ka drejtuar skuadrën e tij që nga viti 2016. Megjithatë, duket se dyshja kanë gjetur gjuhën e përbashkët. Sipas raportimeve të fundit, Pep planifikon të udhëtojë në Katalonjë të paktën një herë në javë për të shmangur periudhat e gjata larg nga gruaja dhe fëmijët. Guardiola dhe Sera filluan lidhjen vitin 1994 dhe u martuan rreth 20 vite më vonë, vitin 2014. Çifti kanë së bashku 3 fëmijë.